Energy crisis, the global energy, for many reasons. We don't have time to go to the reasons here. Environmental issues, but as a policy, of course, yes, above all. And then from the energy market, but definitely the social and political stability. Duke se kriza energjetike tashmë shumë le të themi provizion të çmimeve që duhet të arrinte gjatë deri në abonetit familjar, bizneset e vogla dhe duke nisur pra nga kriza tek çmimet e larta të sankcione për shkak të katastrofës së krizës. Kështu që Анализа капацитет, koji je koriste Hrvatski gospodarski komora kačenja na kakve su mogućnosti